në shkollë dhe me studenta tjerë dhe... Duke ditë, një pjesë e madhe e publikut të gjerë edhe e din, na përmendëm shkaret e babin tënd, shumë bini strefin, po je rrit në një familje artistësh, po është gati e pa mundën nëse kishe dalë politikone me që e mërzitshme të zhduk, po kur e kujton veten që ose në çfarë faze të moshës ke qenë me atë interesimin, ose atë kërshërinë më të madhe, ose atë me qitë në pak më shumë këtë anën artistike të ndën, që e kujton veten që okej, unë tashmë jam këto ujra edhe duket që kjo ka me qenë ardhmja. është interesant, kom folë vonë me prind, për shembull mu më ka marrë një ose dy herë ndoshta në set kafenea jonë, kom qenë prezente, po jo shumë në punë. Kom qenë, nashta e vogël edhe në 2-3 reklama, ndoshta, po që unë si majnë menë, se kom qenë shumë e vogël. Edhe qyshe kom kuptu ma vonë, është prind ka ndasht me mrujt, që në moshë të hershme mos me hy në industri. Për shkak që me rujt që zhvillona si karakter në të ardhmen. Po flasë ka në aktrimit, ose muzikës, unë kom qenë asi fëmije që veç kom kënu në shpe, veç... Që shtojëm, kom qenë gjithandi. Edhe, po më duket që veç më ka pëlqy, na kemi folë për ideja, ose kemi po reklama, ose filma, dhe i kemi folë edhe... Për gjithë shka është zbulu ma natyrshëm, duket. Ma natyrshëm edhe e pa ta thonë në disa intervista tjera, kur pa ta vendos me shku në regjit filmit, babi ka qenaj që më ka thonë, a je sigurt se është shumë e vështirë, momentalisht në Kosovë. Mirë po në kom thonë, okej, se s'do me thonë që rinë Kosovë, s'do me thonë, po tash, kur jo më këthy, qëre në Kosovë është industri ma e vogël edhe gjasat për me po një film, ose për me taku sa ma shumë njerës të industrisë, janë matë mdoja. Edhe të ndihmojnë ma letë, sidomos tash që po ndodhin shumë ma shumë bashkëprodhime edhe me produksione internacionale, kështu që po takon njerës tri, po takon njerës që bojnë punë të mdoja, pa u dash me i kalu kufit e Kosovës. Kjo është një fati ynë, sa dhe që jemi vendi vogël, sukseset i kemi të mdojë, sidomos në artë, definitivisht është fusha ku shkëlqejmë më së miri, edhe sparteri dikuani, se tash mas jemi këtë fazën e kampionatit botror, krejt e kemi si tem të kishim qenë edhe nese, për pak na iku, po gjithësi, në diskutimet e tua, the që rrethin tënë, sidomos kërje të përgatit diçka, e mbanë shumë të ngusht për elaborimin e ideve, jo për diskutime tjera, kuptohet, po, a është gjithë rrethi ytë mitësor nga fusha artit? A ka njëllma edhe miqë ku del edhe mundet me orë të tana, mos me qenë tema e filmit, e kriveve? Definitivisht, janë shoqet e shkollës të mesme, janë shoqet... Irun Halara, okej. Janë shoqet që kanë studiu me mu mirë, po kanë studiu lami tjera, biznes, edhe kam shoqni që dalë me ta mirë, po kolegët edhe shoqëria që e kam në film, është që i shumë ma shpesh. Edhe punojmë bashkë, edhe na lidhin temat e njëta, edhe nuk janë gjithmonë tema filmi. Nuk buhen shumë të mërzishme, nga njëherë ka nevoj njëri me në dalë. Biles, nga njëherë mas shumë të që aty inspirohet, kur të flitet për krejt diçka tjetër. Një latë e paqomë, sa shumë sigurisht hënat më rukëtimin e tip të përgaditjes, montajji, postprodukcione, gjitha këto. Ka në orientimisht, ose qatë do të ndodhe me filmin, da që është diku në festivale, do të ketë një premier? Definitivist, po, mirë po, masif, sa po kanë gjiru, kësa po kanë mbaru gjirimet e filmit, unë e kisha bo një pushim të vogël, para se me fillu me mendu për ato, po besoj gjatë këti muji e filloj me montaj, mirë po i presim edhe disa fonde plotësuse, që në ndihmojnë me bo postproduksionin, color grading edhe sound mixing, shtu që po mundona me e marë shtruar, Mirë bën. Mirë bën. Edhe the shumë mirë ka nevoj njëriu edhe për pak pushime. Vendi ideal për ty për pushime, me që ma përmende, ku i ke ato pushime që je totalisht mjellna edhe e shion shumë. I kthehesh gjithmonë ati vendi? Unë kom qef me eksploru, kom qef me shku me vetur. A si kthehesh shpesh vendeve të njëjta? Po edhe nëse shkojmë vendet e njëjta, kom qef me shku me vetur që me
Vej po... Me po edhe ma shumë, mos me qenë veç një pushim ku shtrihesh në plazh edhe rreth. Po ka plot vende, s'është që kisha zgjedh vetëm një vend. Jam faleminderit shumë që mirë dhe sa tyroj shumë suksese, me zi po presim me ditë vazhdimsinë e Nilate Paqumsh, po edhe këtë projekteve të tjera. U mundova mos me hy shumë në detaje me që akoma është, si që the edhe ti, e dënë kohën e vetë, që pushimet kanë shumë. Faleminderit shumë që mirë. Faleminderit shumë që më keni thirrë. Merci. Me mjellë më në këtu, unë po e mbyll edhe takimin për sot, gjithmonë duke qenë shumë falenderuse për juve dhe vëmendjen tuaj, Arbrit për këngët edhe gjithë kolegëve të mi. Jemi te Arbri, e lëm për një këngë në fund. Natën.